Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Perëndia i ka dëgjuar fjalët e asaj që u ankuan e burrin e vet dhe i rekoi Perëndis. Perëndia dëgjon bisedat tuaja. Se, Perëndia, me të vërtetë, i dëgjon dhe i shet të gjitha. Këto ajete janë shpallur pas ngjarjes së një ensari me gruan e tij. Gruaja u ankua tek Allahu i madhruar dhe ja parashtroi disa herë që është profeti ta se. Por çfarë kishte bërë burri i saj? Pas shumë vite ishte martuar e me fëmijë. Burri ishte betuar se nuk do të shkonte me të, duke i thënë se tashmë e konsideronte si të ishte nëna e tij. Pas kësaj ankese, Allahu i madhruar tha, vërtet, Allahu i dëgjoi fjalët e asaj që bisedoi me ty lidhur me bashkëshortin e saj dhe u ankua tek Allahu. Allahu e dëgjoi bisedën tuaj. Allahu dëgjon dhe sheh gjithçka. Allahu i madhruar e dëgjoi bisedën mes teje o i dërguar dhe gruas që ankohej për burrin e saj. Allahu është Semiun gjithdëgjues. Ai i dëgjon të gjithë zërat, në çdo kohë, për çdo nevojë e kërkesë që parashtrojnë. Allahu është Basir, gjithshikues. Ai shikon hapat dhe gjurmët e milingonës së zezë që ecën në një gur të zi në një natë të errët. Ky ajet na tregon se Allahu përfshin edhe gjërat më të njëjta me dijen, shikimin dhe dëgjimin e tij. Ky ajet tregon gjithashtu se Allahu i madhruar i u përgjigj ankesës së gruas duke ia larguar vështirësinë. Ai na bën të ditur gjykimin e lidhje me rastin konkret dhe të rasteve të tjera të ngjashme, duke thënë: ka të tillë midis jush e i lëshojnë gratë e veta duke ju thënë se i konsiderojnë si nënat e veta, ato nuk janë nënat e tyre janë vetëm ato që i kanë lindur ata, kurse ata, me të vërtetë, kanë shqiptuar fjalën e verice dhe të pavërteta. Me të vërtetë, Perëndia është falës dhe shijuesi i gabimeve. Ata të cilët u largohen bashkëshorteve, duke u thënë se ju duken si nënat e veta, le ta dinë se ato nuk janë nënat e tyre. Nënat e tyre janë ato që i kanë lindur. Djarë, i ndodh kur burri i thotë gruas së vet, ti je për mua si shpina e nënës time, ose fjalë të tjera, për të shprehur se ajo është haram për të. Është quajtur djarë, shpina, nisur nga shprehja e më sipër me, e cila përdorin nga arabët me në kuptimin se burri nuk donte t'i afrohej me bashkëshortes për marrëdhënie intime. Por Allahu i madhruar e ndaloi këtë sjellje, duke thënë, ata të cilët u largohen bashkëshorteve, duke u thënë se ju duket si nënat e veta, le ta dinë se ato nuk janë nënat e tyre. Pra, si thon fjalë të tilla, kur dihet që janë të pavërteta të shëmtuara. Pishuditsa ata i krahasojnë gratë e tyre me nënat që i kanë lindur. Kjo është vepër shumë e shëmtuar dhe e urët, në fakt, ata thonë fjalë të uryera dhe të pavërteta. Ata thonë fjalë të shëmtuara dhe të gënjeshërta. Por përsëri, Allahu i madhruar e lë të hapur mundësinë e pendimit, duke thënë, Allahu është vërtet falës i madh dhe mbuluesi i gjinoave. Për ata që bëjnë ndonjë veprim me kundërshtim me porositë e Zotit, por pastaj nxitojnë të pendohen sinqerisht, ai është gjithmonë falës i madh dhe mbuluesi i gabimeve. Ata, të cilët gratë e tyre i lëshojnë në atë mënyrë e pastaj do t'i kthejnë në gjendjen e mëparshme, duhet ta lirojnë një skllav apo skllave, para se bashkëshortet të takohen përsëri si burr e grua. Kështu ju urdhërohet. Perëndia i di të gjitha ato që bëni ju. Ata të cilët u largohen bashkëshorteve, duke u thënë se ju duket si nënat e veta, e pastaj të riqen nga ajo që kanë thënë, janë të detyruar që, para se të kontaktojnë me to, të lirojnë një rob. Dietarët kanë mendime të ndryshme për çështjen e tërheqjes nga vendimi për djarr. A konsiderohet thjesht ndryshimi i mendimit të burrit apo duhet rikthimi konkret në marrëdhëniet intime? Disa janë të mendimit se si tërheqja nga djarr i konsiderohet thjesht marrja e vendimit personal nga ana e burrit për të krijuar marrëdhënie, jo vetëm marrëdhëniet. Në këtë rast, atij bëhet i detyrueshëm kompensimi i përshkruar në ajet. Këtë variant e përforcon edhe fakti që Allahu i madhruar ka thënë që ky kompensim duhet të bëhet para kryerjes së marrëdhënieve. Ndërsa dietarët e tjerë argumentojnë, Allahu i lartësuar thot në Kurani, ata të cilët u largohen bashkëshorteve, duke u thënë se ju duket si nënat e veta, e pastaj të riqen nga ajo që kanë thënë, dhe ajo që ata kanë thënë është moskryerja e marrëdhënieve. Atëherë, e kundërta e moskryerjes së marrëdhënieve intime është kryerja e tyre. Sidoqoftë, nëse ka tërheqje nga vendimi për djarr, me të lëndon mënyrë të jetë, atëherë bëhet i detyrueshëm kompensimi i përshkruar në ajet, ku i lartësuar i thotë, janë të detyruar që, para se të kontaktojnë me to, të lirojnë një rob. Pra, kur burri të tërhiqet nga vendimi për djarr ndaj gruas së tij, atëherë e ka detyrë që të lirojnë një rob. Në këtë ajet nuk përcaktohet në bëhet fjalë për rob besimtar apo jo, por kjo çështje trajtohet në një ajet tjetër. Nuk ka rëndësi në është rob mashkull apo femër, e rëndësishme është që të mos jetë me mangësi që e bëjnë të paaftë për punë. Allahu i madhruar thotë para se të kontaktojnë me to. Kështu, burri e ka të ndaluar që të kryejë marrëdhënie intime me gruan që i ka bërë djarr, derisa të lirojë një rob. Ky është ligji i urdhëruar për ju. Ky gjykim është ligji i Zotit, i shoqëruar me qortime me këshill siç kuptohet nga fjala tuallume, që vjen nga el uadhu,
në mënyrë që njerëzit të kenë drojë dhe ta trajtojnë atë me respektin e duhur. Kështu, ai që dëshiron të bëjë diar, kur mendon se duhet ta kompensoj duke liruar një rob, do të frenohet nga kjo vepër e padrejtë. Allahu është i gjithë ditur rreth punëve tuaja. Për këtë arsye, Allahu do ta shpërblejë çdo njeri sipas veprave që ka bërë. Ai që nuk ka, prandaj nuk mund ta lirojë, është i obliguar që të agjerojë 2 muaj rresht para takimit të tyre bashkëshortor. Ai që nuk mund të përballojë agjerimin, duhet të ushqejë 60 të varfër. Kjo është për atë që të zbatoni besimin e Perëndin dhe profetin e tij. Këta janë kufijtë e Perëndisë, ndërsa për ju besimtarët ka vuajtjet e mëndimshme. E kush nuk ka mundësi të lirojë një rob, le të agjerojë 2 muaj rresht para se të kryejë marrëdhënie. Kush nuk mundet as për këtë, atëherë le të ushqejë 60 të varfër. Nëse buri nuk sotron robër ose nuk ka pasuri për të liruar një rob, atëherë kompensimi i gjinohut është me agjerim 2 muaj rresht para se t'i kthehet marrëdhënieve normale. E nëse nuk mundet as të agjerojë në këtë mënyrë, atëherë le të ushqejë 60 të varfër me ushqime të bazë të përdorshme në vendin e tij, sikurse thon shumë komentues të Kuranit, ose të ushqejë çdo të varfër me një mund e mas sa 2 grusha gruri ose gjysmë sa i me ushqime të tjera, sipas mendimit të një grupi tjetër komentuesish. Ky gjykim zbriti me qëllimin që kjo për të treguar se ju besoni Allahun dhe të dërguarin e tij. Të besën ta shprehni duke zbatuar detyrimet me të cilat ngarkoheni. Përkushtimin e zbatimit e ligjeve të Zotit vjen prej besimit dhe është treguesi i tij. Madje, zbatimi i ligjeve të Zotit është synimi kryesor i besimit. Nga ana tjetër, me zbatimin e ligjeve të Zotit, besimi shtohet dhe fuqizohet derisa bëhet i patundur në zemrat e besimtarëve. Këta janë kufijtë e Allahut dhe mohuesit kanë dënim të dëmshëm. Këto janë kufijtë e vendosura nga Zoti, të cilët është ndaluar të shpërfillësh apo të shkelësh. Ata duhen zbatuar rigorozisht. Nga këto ajete nxirren disa mësime. 1. Së pari, këtu dallohet butësia, mëshira dhe përkujdesi i madh i Allahut për robërit e tij. Allahu i madhëruar përmend në librin e tij ankesën e një gruaje në nevojë, madje ai e largoi sprovën e saj, duke ia zgjidhur hallin. Jo vetëm kaq, por ai solli një ligj gjithëpërfshirës për të zgjidhur çdo situatë të ngjashme. Zjarr i është i trajtueshëm vetëm kur i bëhet bashkëshortës. Nëse dikush i ja bën atë skllaves së vet, atëherë nuk trajtohet si zjarr. Pra, nëse një burr vendos që të ndalojë veten nga marrëdhëniet me skllaven, nuk konsiderohet si zjarr, por trajtohet një lloj si rasti kur i ndalon vetes një ushqim ose një pije të caktuar dhe, si i tillë, nëse e thyen këtë vendim, bëhet i detyrueshëm kompensimi i përcaktuar nga sheriati për thyerjen e betimit. 3. Zjarr i nuk funksionon me një grua me të cilën burri ende nuk ka nënshkruar aktin e martesës, pasi gruaja konsiderohet si bashkëshorte vetëm kur bëhet akti i martesës. Kjo është një lloj sikur ti thuash një gruaje të këndar, ndërkohë që ajo ende nuk është bërë bashkëshortja jote. 4. Zjarr i është një vepër haram, e ndaluar me sheriat, sepse Allahu i madhruar e ka quajtur munkeran, fjalë të urryera dhe zura, të pavërteta. 5. Allahu i madhruar thotë, ato nuk janë nënat e tyre, duke na kujtuar se çdo kujt i duhet dhënë haku që i takon, pa i cënuar asnjë të drejtë. Ndaj secilit ekzistojnë detyrime dhe përgjegjësi, të cilat nuk mund të ndryshohen sipas shefit. 6. Është e papëlqyeshme që burri të therrasë bashkëshorte me emrat ose mënyrën se si thërret nënën ose motrat e tij, si pësh. O nëna ime, ose o motra ime, e ti, sepse kjo i përngjan djarr, edhe nëse nuk është për qëllim. 7. Kompensimi bëhet i detyrueshëm kur burri tërhiqet nga mendimi që ka marrë, sipas 2 mendimeve të përmendura më sipër dhe jo thjesht në veprimin e djarr i nga ana e tij. 8. Është detyrë plotësimi i kompensimit, cili do qoftë ai, para se burri t'i kthehet marrëdhënieve intime, sepse Allahu e ka përcaktuar vetë diçka të tillë kur thotë, para se të kontaktojnë. Një përjashtëm të vogël bën rasti kur kompensimi bëhet duke ushqyer 60 të varfër, pasi në këtë rast lejohet që çifti të kryejë marrëdhënie intime edhe gjatë kohës kur të varfërit janë duke ushqyer dhe nuk ka nevojë që të pritet derisa ata të mbarojnë ushqimin. 9. Është e detyrueshme që, nëse bëhet kompensimi me ushqim, ai të shpërndahet 60 të varfërve. Me fjalë të tjera, nuk është e saktë nëse e mbledh të gjithë ushqimin dhe ja jep vetëm një të varfëri. Duhet të jenë patjetër 60 të varfër, sepse Allahu i madhruar thotë, le të ushqej 60 të varfër. Shi në surën Bekare, ajetet 224, 225 dhe tefsirin e tyre. Me të vërtetë, ata që sillen në mënyrë kundërshtuese ndaj Perëndisë dhe të dërguarit e tij, do të shkatërohen, sikundër që janë shkatëruar ata para tyre. Me të vërtetë, kemi shpallur argumente të qarta, kurse për jo besimtarët do të ketë vuajtje poshëruese. Nuk ka dyshim se ata që i kundërvijnë Allahut dhe të dërguarit të tij janë të poshëruar, ashtu siç u poshëruan ata përpara tyre. Ne u shpallëm atyre fakte të qarta. Këtu flitet për El Muaddetu,
që është kundërshtimi i Allahut dhe profetit e tij, sidomos në çështjet më të rëndësishme, si për shembull duke bërë kufër e shirk ose me armiqësi ndaj të dashurëve të Allahut. Të tillët janë të poshtëruar, ashtu sikurse edhe të tjerët para tyre që kryen të njëjtat vepra. Këta të mirë nuk kanë asnjë justifikim para Allahut të Madhërueshëm dhe Krenar. Fakti që Zoti u ka dhënë njerëzve janë të padiskutueshme dhe të pakundërshtueshme. Ai ka sjell fakte të qarta, mrekulli të shumta, me të cilat ka provuar vërtetësinë e profetëve dhe të shpalljeve të tyre. Allahu i Madhëruar e ka qartësuar të vërtetën dhe u ka mësuar krijesave synimet më të larta që duhet të kenë dhe të punojnë për t'i realizuar. Ata që shkojnë pas këtyre qëllimeve, duke punuar dhe luftuar për t'i plotësuar ato, ata janë të udhëzuarit në rrugën e drejtë që do të arrijnë me sukses çdo të mirë dhe do të shpëtojnë nga çdo e keqe. Për mohuesit është përgatitur një dënim poshtrues. Për ta është përgatitur ndeshkim poshtrues. Ashtu sikurse ata tregohen arrogant ndaj fakteve të Zotit, ashtu sikurse tregohen shpërfillës të ftesës së Tij, po ashtu Zoti do t'i poshtrojë ata në ahiret. Në ditën kur Perëndia i ngjall të gjithë e i lajmëron ai për veprat që kanë punuar. Perëndia të gjithë ato i numëron, kurse ata i kanë harruar ato, Perëndia është dëshmitari i çdo gjëje. Ditën kur Allahu t'i ringjall të gjithë, do t'i njoftojë se çfarë kanë punuar. Allahu i ka shënuar të gjitha, edhe pse ata i kanë harruar. Allahu i Madhëruar na tregon se ditën kur t'i ringjall krijesat, ai do t'i shpërblejë të gjithë sipas veprave të kryera, të mira apo të këqija qofshin ato, sepse ai është i dituri për gjithçka dhe i ka shënuar të gjitha veprat e tyre në Leuhi Mahfuz. Gjithashtu, Allahu i Madhëruar ka urdhëruar melekët shkruës që t'i regjistrojnë veprat e robërve imësisht dhe korrektësisht. Allahu i Madhëruar ka regjistruar gjithçka me saktësi, pa i shpëtuar asgjë, sado e vogël të jetë ajo. A nuk e di ti se Perëndia di çdo gjë që është në qiell dhe në tokë? Nuk ka bisedë sekrete midis treve personave, e që ai Perëndia të mos jetë i katërti, as midis të pestëve, e që ai të mos jetë i gjashti, as kur janë me pak as kur janë me shumë, e që ai të mos jetë me ata i dëgjon, kudo që të jenë, ai në ditën e gjykimit do t'i informojë ata se çka kanë punuar, se, me të vërtetë, Perëndia di çdo gjë. Allahu është mbikëqyrësi e gjithçkaje. A nuk e di ti se Allahu di për gjithçka që gjendet në qiell dhe për gjithçka që gjendet në tokë? Pikështu ditë se Allahu i Madhëruar është dëshmues dhe i ditur për çështjet e shfaqura ato të fshehura, për të dukshmet dhe për ato që mbahen të fshehta. Dituria e tij përfshin çdo gjë në qiell dhe në tokë, e vogël apo e madhe. Gjithashtu, Allahu i Madhëruar na tregon se nuk bëhet bisedë fshehtë mes tre vetave, që ai të mos jeti katërti as mes pesë vetave, që ai të mos jeti gjashti as mes me pak as mes me shumë vetave, që ai të mos jetë me ta, kudo që të jenë. Kjo do të thotë që Allahu është pranë robërve me diturinë e tij absolute, duke ditur me hollësia dhe bisedat e tyre më të fshehta. Për këtë arsye, ai thot me pas, ditën e Kiametit, ai do t'i njoftojë ata për çfarë kanë bërë. Allahu di gjithçka. Allahu është pranë tyre me diturinë e tij gjithëpërfshirëse, prandaj edhe shpërblimi i tij për veprat do të jetë i drejtë dhe korrekt. A nuk i sheh ata të cilëve u është ndaluar biseda e fshehtë, e megjithatë, thejën në atë çka u është ndaluar dhe bisedojnë mes tyre mbi mëkatet, armiqësinë dhe padëgjueshmërinë ndaj profetit. E kur vinë te ti, të përshëndesin ashtu si nuk të ka përshëndetur kur Perëndia dhe flasin në mes tyre, pse nuk pa dënon Perëndia neve për këtë që po flasim. Do t'u mjaftoj atyre skëtera. Në të do të digjen. Sa vend bani mi të mëshëm që është ai. A nuk i sheh ata të cilët, edhe pse u është ndaluar të bisedojnë fshehtas për gjunahe, i kthehen përsërisë ndaluarës dhe përshpërisin për gjunahe, nxitje armiqësisht dhe mosbindje ndaj të dërguarit. Në gjua quhet një bisedë e fshehtë e zhvilluar mes dy ose më shumë personave. Ajo mund të kryhet për mirë ose për keq. Allahu i Madhëruar i urdhëron besimtarët që të bisedojnë vetëm për mirë e jo për keq. Le të diskutojnë për çdo çështje që kënaq Zotin dhe që është adhurim ndaj Tij. Vepra e mirë mund të jetë plotësimi të drejtave të Allahut ose në dobi të krijesave. Allahu i Madhëruar urdhëron gjithashtu që bisedat të jenë në funksion të devotshmërisë, e cila nënkupton largimin nga çdo fjalë e vepër të ndaluar nga Zoti, që sjellën dëshkime të ngarkon me gjunahe. Besimtarët e zbatojnë me kujdes këtë porosë hyjnore. Në bisedat e tyre të fshehta ata flasin vetëm për gjëra që e kënaqin Allahun e Madhëruar dhe që i largojnë nga ndëshkimi i Tij, ndërsa gjunaqarët e shpërfillin porositë e Allahut. Ata i shet gjithmonë të flasin për çështje që i ngarkojnë me gjunahe, që nxisin armiqësi dhe urrëtie në kundërshtim me porositë e Zotit dhe profetit. Ata u përngjajnë munafikëve, të cilët e kanë zakon diçka të tillë. Me pas, i lartësuari thot, kur vinë tek ti, ata të përshëndesin jo ashtu si të përshëndet Allah. Ata tregonin mungesë edukate në mënyrën se si përshëndesnin profetin Asa, duke fshehur brenda tyre mendime, të cilat Allah, njohësi i të dukshmes dhe të fshehtës, u nxori në shesh.
Ata thanë dhe thonë me vete, përse nuk na dënon Allahu për këto fjalë që po themi. Ata, si pat e keq, nuk e quanin ndonjë gjë të madhe këtë talje që bënin dhe, veç kësaj, me patupsje me ndjeleci, thanë, pse nuk na ndishkon Allahu për këto që po themi. Piçëdica a thua sikur po argumentonin e thoshin që, përderisa Zoti nuk po na ndishkon për këtë, atëherë kjo është diçka jo e keqe. Sigurisht këtë bënin thjesht për talje, por Allahu ua bëri të qartë atyre se ai afatizon, por ku nuk harron, mjafton për ta xhehenemi ku do të hidhen. Ea, sa vendi të mëshëm është ai. Mjafton si ndeshkim për ta xhehenemi ku janë mbledhur të gjitha llojet e vuajtjeve. Dhimbja ka për t'i rrethuar nga çdo anë, të jenë të sigurt se ata kanë për të shijuar ndeshkimin e merituar. Ajeti flet ose për munafiqët që shfaqnin imanin dhe fshinin kufrin, të cilët kur i flisnin profetit ase shtireshin sikur i donin të mirën, por në të vërtetë ishin mashtrues dhe dashakeqës, ose ishin historitë e librit të cilët, kur i drejtoheshin profetit ase e përshëndesnin duke i thënë es, Samu aleikum, pra vdekja qoftë mbi ju, duke shtrembëruar me dinakri përshëndetjen es, Selamu aleikum, paqja qoftë mbi ju. O besimtar, kur bisedoni mes jush, mos bisedoni për mëkate, amiqësi dhe patgjushmëri ndaj profetit, por bisedoni për mirësi dhe ndeshmëri. Duajuni Perëndis, atij para të cilit do të tuboni. O ju që keni besuar, kur bisedoni fshetas me njeri tjetrin, mos bisedoni për gjinoje, nxitje armiqësisht e mos bindje ndaj të dërguarit, por bisedoni për punë të mira e devotshmëri. Gjithmonë ta keni frikë Allahun, tek i cili do të tuboheni të gjithë. Për llogarinë me drejtësi, besimi me siguri të plot për takimin me Allahun dhe llogarinë e drejtë para Tij, është ndihma më e madhe që e bën robin të qëndrojë brenda kufive të Allahut të madhëruar dhe tu përmbahet porosive të Tij. Bisedat e fshehta vijnë nga djalli për t'i dëshpëruar besimtarët, por ai nuk mund t'ju shkaktoj kurfar të keqe, përveç nëse Perëndia e lejon atë. Por besimtarët le të mbështeten vetëm te Perëndia. Bisedat e fshehta. Për gjinoje nxit vetëm shejtani, bisedat e fshehta dhe intrigat që armiqt thurin kundër besimtarëve janë të nxitura nga shejtani i mallkuar. Por, megjithatë, intrigat e shejtanit janë të dobëta. Ajo që armiq mund të arrijnë përmes të tilla bisedash është thjesht në mërzitje e besimtarëve, siç thotë i lartësuari, për t'u sjellë shqetësime atyre që besojnë. Ky është qëllimi i këtyre bisedave dhe deri këtu mund të arrijnë. Sido që të jetë, ato nuk mund të dalin nga kontrolli i Allahut të madhëruar, që thotë, por ato nuk mund t'i dëmtojnë ata as pak, pa lejen e Allahut. Allahu i madhëruar u premton besimtarëve se do të jetë i mjaftueshëm me mbrojtjen e ndihmën e Tij kundër jo besimtarëve, duke u dhënë fitore mbi ta. Allahu i madhëruar thot në një ajet tjetër, por dredhia për të keqen nuk udet askënd tjetër veç atyre që e kurdisen. Fatir 43. Armiqtë e Allahut, të profetit dhe të besimtarëve, sado që të zhvillojnë bisedime të fshehta kundër besimtarëve dhe fesë së Allahut, të dëmtuarit do të jenë vetëm ata, thurësit e intrigave. Ndërsa besimtarët do të goditen veç sa sa ka përcaktuar Zoti me urtësinë e Tij. Prandaj vetëm Zoti le t'i mbështetin ata, prandaj vetëm Allahut le t'i mbështetin besimtarët. Le t'i mbështetin Allahut, duke patur siguri të plot në premtimin e Tij. Kush i mbështetet Allahut, Allahu do të jetë i mjaftueshëm për të, Allahu do të marrë përsipër të rregullojë të gjitha çështjet e fesë dhe të dunjas së këtij robi. O besimtar, kur ju thuhet bëni vend të tjerëve në ndejat tuaja, ju bëni vend e madje Perëndia ju zgjeron juve. E kur ju thuhet ngrituni ju ngrituni, e Perëndia do t'i lartësoj besimtarët që janë prej jush, e veçanërisht dietarët do t'i ngrisë në shkallë të lartë. Perëndia di çdo gjë që punoni. O ju që keni besuar, nëse ju thuhet lironi pak vend në tubime, lirojeni që Allahu të sjellë lirin për ju. Allahu i madhëruar i edukon besimtarët se si të sillen në kuvendet e mëdha. Nëse vjen dikush dhe ju kërkon t'i bëni pak vend, është prej edukatës që ju t'i bëni vend. Kjo nuk sjell asnjë dëm për ju. Përveç se nuk është e dëmshme, ka edhe shpërblim. Ai që i bën lehtësim tjetrit, do të gjejë lehtësim prej Allahut. Kush ndihmon vëllajën e vet, atë ka për ta ndihmuar Allahu. E nëse ju thuhet ngrihuni, atëherë ngrihuni. Allahu i lartëson ata që besojnë, ndërsa të begatuarit me detyri i ngrenë në gradat e larta. Edhe nëse ju kërkohet që të ngriheni e të largoheni nga kuvendi për ndonjë nevojë të caktuar, atëherë ngrihuni. Madje, bëheni këtë duke nxituara me kënaqësi për të arritur atë që kërkohet. Përmbushja e këtyre porosiveve është treguese e detyrisë dhe imanit. Allahu i lartësuar i ngrej gradat e dietarëve dhe të besimtarëve. Në varësi të dijes dhe imanit të tyre do të jetë dhe ngritja në grada. Allahu e di hollëse çfarë veproni ju. Allahu do ta shpërblej këtë sipas veprave të Tij, me të mirë ose me të keqe. Në këtë ajet tregohet vlera dhe rëndësia e madhe e detyrisë. Por mësohet gjithashtu se bukuria e dijes del në pa nëse jep frytet e saj, domethënë duke zbatuar atë. O besimtar,
kur të doni të këshilloni me profetin, para këshillimit jepni lëmosh, ajo është më mirë dhe më pastër për ju. Po, nëse nuk keni, Perëndia me të vërtetë është falës dhe mëshirues. O ju që keni besuar, nëse dëshironi të bisedoni me të dërguarin, jepni një sadaka para bisedës suaj. Kjo është më mirë dhe më e pastër për ju. Nëse nuk keni çfarë të jepni, Allahu është falës i madh dhe mëshirplot. Allahu i madhruar i uroj besimtarët që, përpara bisedës me të dërguarin e tij, të jepnin sadaka duke i edukuar me moralin më të mirë. Ai mësoi se si të nderonin dhe respektonin të dërguarin e tij, duke i siguruar se kjo ishte në të mirën e tyre. Kështu do të ushtrohej shpërblimi dhe do të bëhej mundur pastrimi nga ligësitë, ndër të cilat është edhe mungesa e edukatës me profetin Ase. Duke i folur atij me të rënd e pa vend, sadakaja përpara bisedës me profetin Ase do të shërbente si dallues të atyre që vërtet e donin diturinë dhe të mirën nga ata që thjesht lomotitnin pa ndonjë qëllim të vlefshëm. Po kështu do të menjanoheshin ata të cilët e shqetësonin profetin Ase me fjalë të kota, ndërsa për sa u përket atyre që kishin qëllim të mirë, por nuk kishin mundësi për sadaka, Allahu i madhruar nuk u avështirsoi më shumë, por i toleroi, duke i lejuar që t'i flisnin profetit Ase, edhe pa dhënë sadaka para bisedës. Por kur besimtarët hasën me vështirësi në dhënien e sadakas para bisedës me profetin Ase, Allahu i gjithëvështirshëm, me butësinë e tij, u lehtësoi çështjen duke mos u bërë të detyrueshme. Vërtet u anulua dhënia e sadakas para bisedës me profetin Ase, por nderimi dhe respekti ndaj profetit mbeti përsëri detyrë e rëndësishme. Qëllimi nuk ishte vetë dhënia e sadakas, por nderimi e respekti ndaj profetit Ase. Pastaj i madhruari i urojën besimtarët që të zbatojnë detyrimet e tjera parsorë, duke thënë: A mos po frikoheni që para këshillimit tuaj të jepni lëmosh? Pe çuditse se nëse nuk jepni, e Perëndia ju ka falur, atëherë kryeni namazin dhe jepini zeqatin dhe dëgjoni Perëndinë e profetin e tij. Perëndia di çdo gjë që punoni. A mos po friksoheni, nga varfëria të jepni sadaka në prag të bisedës suaj. Me profetin, kur ju nuk e bët këtë, e Allahu ju pranoi pendimin, atëherë përkryeni namazin, jepni zekatin. Nëse nuk e kishin zbatuar urdhrin për sadaka para komunikimit me profetin Ase, të mos mendonin se ishte gjë e vogël, sepse Allahu tha që ju pranoi pendimin. Ata duhet të ishin mirënjohës për faljen dhe mëshirën e Allahut, duke plotësuar porositë madhore të tij, si falja e namazit me rregullat e tij dhe dhënia e zekatit atyre që Zoti i ka përcaktuar. Këto janë dy adhurime që kryhen me trup e me pasuri. Kush i kryen me përpikmëri dhe për kushtim ato, ka përmbushur detyrimet ndaj Allahut dhe ndaj robërve të tij. Pas kësaj, i madhruar jep një urdhër gjithëpërfshirës, madje me gjithëpërfshirësin e urdhrave, duke thënë: "Dhe binduni Allahut dhe të dërguarit të tij." Ky është urdhërimi i gjithëpërfshirës, që uzon për t'ju bindur Allahut dhe të dërguarit të tij, duke zbatuar detyrimet dhe duke i u larguar harameve, duke besuar fjalën e tyre dhe duke qëndruar brenda kufive të vendosura nga Zoti. Mbi të gjitha, për bazë merret sinqeriteti dhe bamirësia e Ihsan, prandaj i lartësuari thotë: Allahu i din e hollësi veprat tuaja. Ai është i gjithditur për çfarë veproni dhe për qëllimet tuaja. Allahu do t'ju shpërblejë sipas qëllimit që ju fshini në zemër, sepse ai di edhe të fshehtat e kraharorit. A nuk i sheh ata, të cilët shoqërohen me njerëzit, ndaj të cilëve Perëndia është i zemëruar? Ata nuk janë as nga ju, as nga ata, e madje betohen rreshëm duke qenë të vetëdijshëm për të. A nuk i sheh ata, hipokritët që miqësohen me njerëz me të cilët Allahu është i zemëruar? Ata nuk janë as prej jush, o besimtar, as prej atyre. I dhujtarëve dhe me vetëdije betohen në mënyrë të gënjeshtër. Allahu ka përgatitur për ta ndeshkim të ashpër. Vërtet, ajo çfarë veprojnë ata është shumë e keqe. Allahu i madhruar na përshkruan sjelljen e poshtër të munafikëve, të cilët miqësohen dhe ndihmojnë qafirët kundër besimtarëve. Ata bëjnë aleancë me jehudët, të krishterët dhe mohues të tjerë, me të cilët Zoti është zemëruar, prandaj kanë mallkimin me të rënë të tij. Por i madhruari na tregon se këta të mirë janë të çoroditur dhe, në fakt, nuk i përkasin asnjërs palë. Ata nuk janë as me besimtarët, as me qafirët, sikurse thotë i madhruari në një ajet tjetër, ata luatën me dyshje, nuk janë as me këta, as me ata. Për ata që Allahu i shpjen e humbje, ti nuk do të mund të gjesh rrugë për shpëtim. Nisa 143. Munafiqët nuk janë me besimtarët me zemër dhe me vepra, sepse e brendshmja e tyre është me qafirët, edhe pse e dukshmja është me muslimanët. Por ata nuk janë as me qafirët, sepse e dukshmja e tyre është me besimtarët. Ky është përshkrimi që Allahu i madhruar u ka bërë atyre. Ata betohen duke gënjur për diçka që nuk ekziston në zemrat e tyre. Ata betohen se janë besimtar, por ata janë të bindur se nuk janë të tillë. Atëherë, shpërblimi për këta tradhtar, intrigant, mohuese të pabesë është ndëshkimi i ashpër që Allahu i drejtë ka përgatitur për ta.
Mallsinë dhe dhimbjet e këtij ndëshkimi mund t'i përshkruajë vetë se Allahu i plotfuqishëm. Ata meritojnë këtë ndëshkim sepse sjellja e tyre është shumë e shëmtuar. Veprat e tyre zemërojnë Allahun e madhëruar dhe e bëjnë të pakfyeshëm mallkimin e tij. Perëndia atyre u ka përgatitur dënim të rënd, sepse, me të vërtetë, janë të shëmtuar ato që punojnë. Utëfsiu sure El, Mujadele, ajet 14. Vetimet e tyre i kanë bërë perde, andaj i pengojnë nga rruga e Perëndisë, ata i pret dënimi i pështëruar. Ata i përdorin betimet si mburoj, teksa pengojnë të tjerët prej rrugës së Allahut, ata i përdorin betimet si mburoj nga çortimet e profetit dhe besimtarëve. Kështu largohen nga rruga e Allahut, madje pengojnë edhe të tjerët nga kjo rrugë e drejtë, që të çon drejt xhenetit të mirësisë. Ata që pengojnë nga rruga e Zotit e kanë përfundimin e zjarr, siç thotë i lartësuari më pas, prandaj i pret dënim pështrues. Ata tregohen fëdull kundrejt fesë së Allahut dhe në shërimit sipas shpalljes së tij, prandaj meritojnë dënimin pështrues të përhershëm, i cili asnjë çast nuk do t'u lehtësohet dhe askush nuk do të mund t'i ndihmojë apo t'u jap afat e mundësi që të kthehen e të ndryshojnë. As pasuria, as fëmijët e tyre nuk do të ndihmojnë as pak të Perëndia, ata do të jenë banorë të zjarrit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Para Allahut, atyre nuk do t'u bëjë dobi as pasuria as fëmijët e tyre. Pasuria e fëmijët nuk mund ta largojnë asnjë fije ndëshkimin e ahiretit dhe as nuk mund të ndihmojnë me ndopak shpërblim. Ata janë banorët e xhehenemit, ku do të jenë përgjithmonë. Munafiqët nuk do të dalin kur nga zjarri i xhehenemit. Atë do të jenë përgjithmonë. Në ditën kur Perëndia do t'i ngjallë të gjithë, ata do t'i betohen atij, sikundër që ju kanë betuar juve, duke menduar se do të kenë fare dobje prej saj. Po, me të vërtetë, ata janë gënjeshtarë të mëdhenj. Ditën kur Allahu t'i ringjallë të gjithë, ata do t'i betohen atij, sikurse ju betohen juve, duke pandehur se kështu do të arrijnë diçka. Në fakt, ata janë veç gënjeshtarë. Ai që jeton në një mënyrë, ashtu do të vdes. Kështu, munafiqët në jetën e dynjas u betohen besimtarëve se janë me ta. Po kështu, edhe ditën e gjykimit, kur Allahu t'i ringjallë të gjithë, ata do t'i betohen atij ashtu sikurse u betohen besimtarëve, duke pandehur se edhe ati do t'u vlejnë betimet. Mohimi, hipokrizia dhe besimi i prishur i ngulitën e zemër, aqsa vetë mashtrohen se vërtet mund të arrijnë diçka me betimet e tyre. Por ata gënjejnë dhe dihet që gënjeshtra nuk funksionon tek Allahu, te njohësi i të dukshmës dhe i të fshehtave. Ky është gjithashtu roli i shejtanit të mallkuar, që i ka vënë në vete. I mallkuari, duke u zbukuruar veprat e tyre, i bën që të harrojnë kujtimin e Allahut. Shejtani është armik i hapur dhe i përbetuar i njeriut, pasi synon veç liksin për të, sikur se thot i madhruari, shejtani është armiku juaj. Prandaj edhe ju konsiderojeni si armik. Ai i fton nestarët e vet për t'i bërë banor të zjarrit. Fatir 6. Ata i kanë bizotëruar djalli dhe i ka bërë që të harrojnë Perëndim. Ata janë në grupin e djallit e ata që janë në këtë grup, me siguri, do të pësojnë shkatërohen. Ata i ka vënë poshtë shejtani dhe i ka bërë që të harrojnë porositë e Allahut. Ata janë palë me shejtanin, e dijeni se palë me shejtanin janë vetëm të humburit. Duke haruar dhe shpërfillur porositë e Allahut, ata shkatruan dhe humbën fen, dynjan, veten dhe familjet e tyre. Ata që kundërshtojnë Perëndin dhe profetin e tij, do të jenë në shkallën më të poshtëruar. S'ka dyshim se ata që e kundërshtojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, ata do të jenë më të poshtëruarit. Allahu e ka shkruar, unë dhe të dërguarit e mi patjetër do të ngallënjejmë. Allahu është i fuqishëm me ngallënimtar. Këto ajete janë kërcënim dhe premtim. Kërcënimi është për të gjithë ata që shfaqin armiqësi ndaj Allahut dhe profetit e tij duke bërë kufër, duke mos u bindur dhe duke kryer vepra të keqija. Këta do të jenë të braktisur dhe të përçmuar. Ata kur nuk do të fitojnë dhe nuk do të ndihmohen. Ndërsa premtimi e përgëzimi është për ata që besojnë Allahun dhe profetet e tij, duke jetuar sipas porosive që profetët sollën nga Zoti i tyre. Ata janë pala e Allahut, që do të fitojnë çdo të mirë e do të shpëtojnë nga çdo e keqe. Allahu i madhruar premton atyre sukses, fitore dhe ndihmë në dynja dhe në ahiret. Ky është një premtim që nuk thyet kurrë, sepse është dhënë nga më i vërteti në premtimet e tij, më i fuqishmi, krenari dhe i paposhturi, të cilët nuk mund t'i shpëtojë asgjë. Perëndia ka shkruar në librin e shenjtë Levi Mahfudh, unë dhe profetët e mi do të fitojmë me siguri. Perëndia, me të vërtetë, është i fortë dhe i plotfuqishëm. Utëfsiu sure El, Mujadele, ajet 20. Nuk gjen njerëz që besojnë në Perëndin dhe në ditën e Kiametit, e të ushejnë dashurin ndaj atyre të cilët kundërshtojnë Perëndin dhe profetin e tij, madje qofshin ata edhe etërit e tyre, ose bijtë e tyre, ose vëllezërit e tyre, ose farefisi e tyre. Ai, në zemrat e tyre kanë mbjellë besimin dhe me shpalljen e vet i ka fuqizuar ata, dhe ai do t'i shpijë ata në kopshtije, në për të cilat të rrjedhin lumenjt ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Perëndia është i kënaqur me ta, por edhe ata do të jenë të kënaqur ndaj tij.
Ata janë hithtarët e rrugës e Perëndisë, e ata, hithtarët e Perëndisë, me siguri janë fitues. Nuk gjen popull që beson Allahun dhe ditën e gjykimit e të doj ata që e kundërshtojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, edhe sikur ata të jenë prindërit, fëmijët, vëllezërit ose farëfisë i tyre. Të tillë janë ata, në zemrat e të cilëve ai ka shkruar besimin, e ka forcuar me shpirt nga ana e tij dhe do t'i futë në kopshte, nëpër të cilët rrjedhin lumej. Aty do të jenë përgjithmonë. Allahu është i kënaqur me punën e tyre dhe ata janë të kënaqur me shpërblimin e tij. Këta janë pala e Allahut. Ta dini se pala e Allahut janë të shpëtuarit. Nëse njeriu beson vërtet Allahun dhe ditën e gjykimit, atjetër që do të kryejë veprat që ja kërkon besimi i tij sinqert. Ndër veprat më të rëndësishme që lipsen nga besimi është dashuria për ata që besojnë Allahun dhe mbështetja e plotë e tyre nga njëra anë, ndërsa nga ana tjetër, urrejtja dhe armiqësia ndaj atyre që nuk i nështrohen fesë së vërtetë, edhe sikur këta të jenë njerëzit më të afërt të tij. Ky është besimi i vërtetë, ai që ka fryte e rezultate konkrete. Njerëzve që i arrin këto rezultate, Allahu ua ka shkruar imanin në zemrat e tyre, domethënë e ka bërë atë patundur, larg çdo pasigurie e dëshimi. Të tilla sëmundje nuk ndikojnë tek imani i tyre. Allahu i ndihmon ata me rrugë prej tij. Elohut quhet shpirti, por po kështu quhet edhe shpalja e Zotit. Pra, këta janë ata të cilët Allahu i madhruar i ndihmon me shpaljen e tij, me forcën e saj ndikuese në shpirt. Ai i forcon i mbështet me të gjitha mënyrat, ashtu siç përkujdeset për të zgjedhurit e tij. Atyre u takon jeta e këndshme në këtë botë dhe xheneti i mirësisë në botën tjetër. Në ahiret do të kenë gjithçka që vua dëshiron shpirti dhe çdo gjë që vua pëlqen syri. Për ta janë përgatitur mirësitë më të mëdha. Allahu do t'i mbulojë me kënaqësinë e tij dhe kur nuk do të zemërohet prej tyre. Ata do të mrekullohen nga gjithë ato privilegjet e dhuruara prej Zotit të tyre. Të shumta do të jenë surprizat për këta fatrum. Të larta do të jenë gradat ku do të ngrihen. Kur nuk do të ëndrrojnë atë mirësi më të mëdha se ato që u ka falur i ladhëruari. Ata nuk do t'ia gjejnë kur fundi mirësive të përjeshme të Allahut. Ndërsa ata që pretendojnë se duan Allahun dhe e besojnë ditën e gjykimit, por kanë dashuri, miqësi dhe aleancë me qafirët, të cilët e shpërfillin besimin dhe shprehin armiqësi ndaj Allahut, ata nuk kanë besim të vërtetë, por thjesht pretendojnë. Çdo pretendim ka nevojë për argumente e fakte për të vërtetuar dhe pranuar. Si është të pretendosh se ke iman nuk vlen asgjë dhe nuk sjell asnjë përfitim. Këtu përfundon tesiri Kasemi Allahu, me ndihmën dhe udhëzimin e Allahut të ladhëruar. Vetëm Allahut i takon lavdia e plotë e falënderimi. Ai është Zoti i botëve. Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi Muhamedit Asa.